Allahun e madh, i cili është i vetëm që meriton të adhurohet e falendrojmë, që në ka bë musliman, e në ka bë rrezik shahadetin në zemrat tona, dhe Allahun e falendrojmë që në dha jetë të përjetojmë 15 e mujit Ramazan, mujit të fitores, mujit të knatësive të zemrave të muslimanëve, duke lutur Allahun që Allahu ibadetet tona kabul dhe makbul t'i banë. Në këtë hutbë shfrytëzoj rastin me lutë Zotin e madh që Allahu më na dhon jetë, që deri në fund të Ramazanit ta madhrojmë Allahun dhe ta mbushim zemrën tonë me dashuri dhe me iman, se nëse e mbushim zemrën me dashuri ndaj Zotit madh dhe me iman, kemi arritur fitoren në këtë dynja dhe në ahiret. Prej Allahut në këtë ditë xhumaje, ditë Ramazani, me agjerim që pranohet lutjet, kërkojmë nga i madhi Allah që Allahut na ban nasib Jannatul Firdausin dhe të na ruan nga zjarmi i xhehenemit. Prej Allahut kërkojmë më të shtrenjtën, o Allah na ban nasib Jannatul Firdausin dhe na ruaj nga zjarmi i xhehenemit. O Allah, na ringjall në Jannatul Firdaus me Muhammed Mustafa alayhi salam dhe na ruaj nga zjarmi i xhehenemit. E pastaj i çojmë salavat e pejgamberit alayhi salam, familjes tij dhe gjithë besimtarëve që ndjekin rrugën e Islamit deri në ditën e Kiametit. Besimtarë nderuar, në këtë çast të veçantë të ditës Xhuma, mesazhi i sotit është: Allahu i kënaqet zemrat tona ya Rabbel Alamin. A e dini si i kënaq Allahu zemrat e njerëzve? A dini që ka njerëz shumë me zemra të trishtuara? Prandaj Ramazani është mundësi që Allahu më na kënaq zemrat tona. E para është, kush don mi u kënaq zemra, është me pas pikësynim të lartë dhe vendosshmëri mi abat teslim zemrën Allahut, dhe kjo zemër me funksionu vetëm për Zotin e madh. Ka thënë Ibn Jauzi rahimahullah, shenja e mendjes së mirë është ajo mendje dhe ajo zemër e cila e ka synimin e lartë. Çka është ajo? Me arrit me kënaq zemrën vetëm se me Zotin. Ai që e kënaq zemrën me Allahun, Allah ja kënaq zemrën atij dhe ai ka mukan i rahatshëm dhe i kënaqshëm në dynja dhe në ahiret. Allahu na gëzoft zemrat tona. Porosia parë, në këtë Ramazan, kush don mi ja kënaq Allahu zemrën, pikësynimi i besimtarit do të mukan shumë i lartë. Për më ta kënaq Allahu zemrën, atëherë mendja dhe zemra jote mi u bën teslim Zotit madh. E dyta, thot Allahu në Kur'an: "Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa anna Allaha ma'al muhsinin." Ata që luftuan nefsin e tyre, ata që luftuan egon e tyre, me një qëllim për të arritur kënaqësi në zemrat e tyre, Allahu thot ne do t'ju udhëzojna ata, do t'ja udhëzojna zemrën, do ta menaxhon zemrën tonë dhe temën Allahu i madh. Dhe ta mush me kënaqësi, wa anna Allaha ma'al muhsinin, dhe Allahu është me ato zemra të cilët janë të mira. Zemra e cila është në xhami është e mirë, zemra e cila është në Kur'an është e mirë, zemra e cila është me agjerim është e mirë, zemra e cila i don besimtarët është e mirë. Prandaj porosia e dytë, mas pikësynimit lartë me arrit zemrën me dashuri, e dyta është me luftu nefsin tanë, me luftu egon tonë dhe këtë zemër çka Allahu e don nëse ti i don dhe je bamirës. Dhe e treta, masinemin e muin më të madh të vlerave që Allahu i don besimtarët dhe kemi mundësi me bë vepra të mira, janë ejamen ma'dudat, janë ditë caktuara. Prandaj të shfrytëzojmë këto momente që sa më shumë ta mushim zemrën me dashuri, e Allahu të na don neve atë që e don Allahu, i shpërblen me xhennet. Allahu nasip na boft. Besimtarë nderuar, Allahu na kënaq zemrat tona. Nëse zemrën Allahu ta ka krijuar ty si mret të trupit, siç thot Imam Shafiu rahimahullah, atëherë zemra jote është depoja, është arka. E në arkan e biznismenve, në i thojna sef, pleqt i kanë thonë ark, nuk vnojna sen e pa vlerë në ta. Gjanat që ka kanë mësë shumë t'i vlerë i lana në sef.
gjanat më të shmush me ilana në sef, atëherë shahadeti jot, imani jot, ku vnohet, ku kërkohet prej Zotit? Kërkohet dikun tjetër apo në zemër? Ka thonë pejgamberi alayhis salam, at-taqwa ha huna, devotshmëria është këtu. Prandaj mallin e mirë e vnon në zemrën tënde. Atëherë në muajin e Ramazanit, nëse don Allahu më të kënaq ty zemrën tënde, më shtin mall të keq në sef. Në zemrën tënde më shtin bërllok. Në zemër ka ja tauhid, besim në Zot, ja kufër. Ka ja tauhid, ja shirk. Ka ja iman, ja urrejtje. Në zemrën tënde ja ka kibër dhe haset, ja ka modesti dhe zemër mirësi. Prandaj nuk ka mundësi ty dyjat në zemër mi shku. Ham uj, ham zjarm. Jo, zjarmi e shuan kanë, uji e shuan zjarmin. Prandaj muslimani duhet në zemrën e tij në këtë muaj të Ramazanit, nëse don Allahu më të kënaq, edhe më kanë i kënaq me zemrën tënde, atëherë më shtin mall të pist në zemrën tënde. Çliraje zemrën tënde nga mlefi, nga kufri, nga shirku, nga mendimet e këqija dhe punët e shumtuar dhe ashtu me radhë. Premtoj zemrës tënde se në këtë muaj nuk shtin gjana pa vlerë në zemrën tënde, mos e trishton zemrën tënde me bërllok, me punë shumtume. Mos t'i përmendim shembuj se i kemi përmendur në derset e kaluara. Prandaj, nëse don Allahu më ta kënaq zemrën, atëherë koncentrojo ki pikësynim të lartë, e lufton nefsin tanë, janë ditë caktume, atëherë mushe zemrën tënde me dashuri, me bindje, me iman dhe me frikë respekt ndaj madhnisë së Allahut. O vëllezër, në disa zemra të njerëzve ka burgje. Burg ka në zemër, çysh be ka burg? Po kjo zemër sa është e vogël. Ne thojna filani ishte zemër madh. Pse? Është zemërxhan. E kush ka qenë zemërxhani? Ka qenë Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Por ti më shtin njerëz në burg në zemrën tënde. Çysh ki zemër? Po ti bjen me flet e ki urrëtitjen e filan kojshijes në zemrën tënde. E ki mllefin e filan konkurrentit në biznes në zemrën tënde. Ti ki haset për kojshijen tanë, për vllaun tanë, për dostin tanë, për xhamatin tanë, për kutadione. Ti ja ke bën një vend në zemrën tënde kujna, një dikuj tjetër në zemrën tënde. Qysh hoxh mu liru, për më dashtë Allahi, qelja marr derën me selam në zemër më të nejtë, thuj selamu aleikum, qelja derën në delaj. Këtë zemër Allahu ta ka dhënë ty, me shti dashuria po urrëtitje, edhe faktikisht i bjen me flet, por e ki urrëtitjen në zemrën të njeriut të cilët nështë nuk meriton me majtë në zemër. Atëherë shtoju, banu i gjanë, jepi selam ati, bani veprat mira ati, mëse lën zemrën tonë, ta kallë zemrën tonë dhe ta prish, se Allahu nuk t'i don ata njerëz të cilët janë urrëtitës dhe në zemrat e të rështin të rifarmalli. Se cili musliman që e urrejnë dikan, e nuk jep selam, e nuk i fol, në zemrën ati e ka njeriun, një të cilën do të thotë e ka fut në zemrën e tij dhe e ka burgos në zemrën e tij. A e dini, prandaj në këtë formë nëse ti jep selam, yawma la tunfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Në ditë nuk bën dobi as malli as evladi, vetëm zemra. Po flasim, Allahu na kënaq zemrat, se nëse Allahu ta kënaq zemrën në dynjë, ka më ta kënaq edhe në ahiret. Prandaj kjo zemër është në të cilën illa men ata Allah bi qalbin salim. Ti që shkon me zemrën e pastër te Zoti, Allahu ka më të shtin në xhennet, Allahu nasip na vaft. A nuk e banën zullum pejgamberit alayhis salam mushrikt? A nuk i banën vllaznia Jusufit në burg? A nuk i banën zullum pejgamberëve të tjerë? Mirë po, ata nuk i futën në zemrat e tyre. Ata që falën ishin pejgamber të Zotit. Prandaj ky muaj është muaj i faljes. Çlira e zemrën tonë, fal, nëse don Allah i të fal. Nëse don Allah i më ta kënaq zemrën, fal, se ai që fal, Allahu e fal. Nëse fal në Ramazan dhe jashtë Ramazanit nuk është njësoj. Ti që ki hasëm, ti që ki e borx me mosmarrveshje me kojshijen, fal, se Allahu don. Nëse fal, Allahu don në dynjat dhe ka më dash në ahiret dhe ka më shpërblyje me xhennet. Vizitoj ai që nuk të viziton, jepi selam atij që nuk t'jep. Të na si ta pash me kapuç të barë, selam aleikum. Si ta pash hoxhën, selam aleikum. Në që këtë mahall jeton nuk jep selam. Prandaj, nëse don ta shnoshish zemrën tënde, jepi selam, se prej shenjave të kiametit është mi dhon selam veç ata shka e njeh. Nuk duhet mi dhon selam hoxhës dhe haxhijës. Selam duhet mi dhon ata që e njeh edhe ata që nuk e njeh.
Na jena lagje, elhamdulillah muslimanve. Mëse këshir me zemër të keqe, mëse këshir me ftyrë të keqe, po jepi selam, shnoshe zemrën tane nëse don Allahu të don ty. Shëroje zemrën tane në Ramazan me sadakan më të mirë. Këtë hoxhallar thujnë, hoxh, jep parën në Ramazan se sadakaja më e madhe. Unë po tham para se me dhanë me dorë sadaka me mirësinë e Zotit. Sadakaja më e mirë është me ftyrën tonë mi dhon selam njerëzve. Nuk ka sadaka që e çel zemrën dhe e gëzon zemrën se ftyra e njerëzve. Dikuj na jep po e shan, ai ta merr parën po të shan edhe ai ty me çat sadaka çka e dhën. Prandaj ti që e jep sadakaja e parë është ftyra jote. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ibtisamu fi wajhi akhika sadaka. Allahu na knat zemrën kur ti je i buzëqeshur, s'ka ftyrë më të buzëqeshur në historinë e njerëzimit se ftyra e Resulullahit. A jemi ummeti Muhammedit alayhis salam, atëherë të buzëqeshemi në muajin e buzëqeshjes, në muajin e imanit, në muajin ku shejtanët janë të lidhur, atëherë të lidhen zemrat tona me buzëqeshje, të lidhen zemrat tona mi dhon selam njerëzve. Prandaj Allahu na knat zemrat duke i knaqur me ftyrat tona, ftyrat tjera. O vllai dashur, te doktori kur të shkojsh, me bëmë të lëshum rolat kam të lëshojnë. Te mjeku shkon, me bëmë të buzëqesh, gjysa i ilaçit është në buzëqeshjen e tij. Nëse shkon te mësuesi dhe të buzëqesh dhe me dashuri të pranon, e te tjetri min një herë ta çel zemrën. Prandaj buzëqeshja është kodi më ta çel zemrën ty. Prandaj ka thënë pejgamberi alayhis salam, buzëqeshja është sadakaja e besimtarit. Buzëqeshja është sadaka. Prandaj buzëqeshuni çelni zemrat e njëri tjetrit me buzëqeshje dhe me selam. Elusim Allahun e madh që Allahu azza wa jall neve të na mundson të jemi të buzëqeshur. Edhe prindi do të më buzëqesh me fëmijën e vet, edhe mjeku me pacientin e vet, edhe hoxha me xhamatin e vet, edhe mësuesi me nxënësin e vet, se sot kur ftyrat më të mrolta s'kan qenë se më parë. Pse? Kur të rrudhet zemra, rrudhet edhe ftyra. Kur çelet zemra, çelet edhe ftyra. Prandaj muslimani do të mëkon zemërxhan dhe ftyrçel, i buzëqeshur, i dashur, i respektuar të tjerët. Shkon prandaj prej meseleve tjera që e ruan zemrën më ta kënaqë Allahu ty, është largoje vezvesën në Ramazan, se vezvesja është nga shejtani. Sa herë që ti kije mendim të keq, sidomos në Ramazan, ta dish se shejtani është peng i zemrës tënde, ta ka marrë zemrën tënde. Çdo herë shejtani gjen arsye me thonë se filani nuk të ka dhënë selam me qëllim. Po ai në hallet veta, ndoshta nuk të ka pa, ndoshta i ka pa syt, ka pa me sy, po s'ka pa me sy të zemrës, arsyetoje. E thira filan kushërinin s'ma qeli telefonin, po ndoshta e ka pas pazan, ndoshta u kanë tu lexu Kur'an, pse i thu nuk ma qeli telefonin? Pse nuk e arsyeton vllaun tan? Prandaj vezvesja është smundja e përçarjes muslimanëve që ta shkatron zemrën. Arsyetoje vllaun tan. Mendo vllaun tan të mirë, edhe nëse është i keq mendo mirë, se ti e ruan zemrën tënde. Prandaj shumë njerëz e smujnë zemrën pa arsye, veç për shkak vezveseve që ka. Dhe e fundit, e lusmi të madhin Zot. Na jemi me Ramazan, atëherë mos të ham mish të vdekurve. Qysh? Nuk ka shejtani nëse nuk arrin këto gjana mi u përzi njerëzve, atëherë shejtani ka sa dush mish më të dhon. Mish të vdekur, qysh be hoq, ai që ban gibet për vllaun e tij në mos prezencën e tij, e përgojon dikan, ashtu hangër mishin e vllaut të tij të vdekur. E shejtani edhe këtë punë ka, mas vezveses, e mas si ta prish zemrën, ta shtjen dhe me fol keq edhe për të tjerët. Prandaj muaji Ramazanit nuk është muaj i përgojimit, është muaj i dhikrit dhe istikfarit. Përgojimi i tjerëve vjen si pasor e shejtanit, kur don më të largu prej dhikrit dhe istikfarit, çtin me bë aty çka ta djeg zemrën edhe nëpërmjet gjuhës duke i përgojuar të tjerë. Prandaj muslimani nëse e shef dikan që ka ndonjë telashe ose ka ndonjë të keqe, nuk e përgojon, po i shkon i thot drejt për drejti, ke frikë Allahun dhe drejtoje zemrën tënde. E lutim Zotin e Madh me emrat e Tij të bukur dhe cilësitë e Tij të larta, që Allahu t'i kënaq zemrat tona. Kjo është kulmi i fitores. Allahu na kënaq zemrat tona në dynja dhe në ahiret dhe na ringjall me Muhamedit alayhis salam. E lutim Zotin e Madh me emrat e Tij të bukur dhe cilësitë e Tij të larta, që Allahu agjerimin, e Kur'anin, e sadakan, e gjitha adhurimet që i bëjmë, Allahu t'i pranon ja Rabbel Alamin.
Allahu na ringjall në Xhenatul Firdaus me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, i lidh zemrat e besimtarëve njërin me tjetrin me dashuri dhe respekt. Allahu na baft nga ata që buzëqeshemi, nga ata që flasim mirë. Allahu i lidh zemrat tona për Kur'an dhe Sunnet, dhe Allahu na dhash përfundim të mirë me fjalën më të madhe. Ajo është fjala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.